Në Tetov u përurua sot rinovimi i pjesëshëm i shkollës së mesme ekonomike 8 shtatori. Projekti ishte i përbashkët mes komunës së Tetovës dhe USAID-it, i përkrahur gjithashtu financiarisht nga komanda amerikane në Evropë. This is the first of 11 schools renovated through USAID's Interethnic Integration in Education project, with strong financial support from the U.S. European Command, and we're so happy to have Mr. Ryan here all the way from Germany to take part today. Thank you for being here. Çdo akt i ndërtimit dhe rindërtimit të tempojve të diturisë paraqet një ditë të rëndësishme për të gjithë ne, një fest me të cilën shënojmë edhe një sukses në jetë. Aktet e këtilla për mua kanë një rëndësi të njëjtë si dhe vendosja një gurthemeli për shkollë të re. Them këtë duke pasur parasysh se me këtë ruajmë atë që na kanë lënë gjeneratat para nesh. Shkaku i zgjedhjes së kësaj shkolle për investim është pikërisht karakteri multietnik i saj. Kreu i komunës së Tetovës, Sadi Bexheti, përshëndeti me këtë rast iniciativat e popullit amerikan në përmirësimin e cilësisë së arsimit në Maqedoni. Komuna e Tetovës tashmë ka një bashkëpunim të ngjeshur me misionin e USAID-it në Maqedoni. Në suaza të këtij bashkëpunimi janë realizuar shumë projekte të përbashkëta, të cilat kryesisht kanë qenë investime për përmirësimin e kushteve dhe për ngritjen e cilësisë së arsimit në qytetin tonë. Falenderojmë misionin e USAID-it dhe EUCOM-in, në veçantë drejtorin që është mysafir sot në Tetov, për ndihmën e pakurrësirë në drejtim të përmirësimit dhe krijimit të kushteve dhe të një ambienti sa më të favorshëm për një proces modern edukativ dhe arsimor. Renovimi i pjesëshëm i kësaj shkolle është projekti i 11 me radhë në ciklin e investimeve në përshkolla me karakter multietnik nga USAID. Ky projekt ka vlerën afro $500 milion amerikan. Shkolla e mesme ekonomike 8 shtatori për momentin ka gjithsejt 1500 nxënës dhe në të mësohet në gjuhën shqipe dhe atë maqedonase.